Klima po bëhet sfiduese për Shqipërinë jo vetëm për strukturat e emergjencave, por dhe për buxhetin që kërkohet për të menaxhuar pas zjarreve që dukej se nuk ishin fund deri në këtij viti, apo përmbytjeve aktuale, qeveria ka vendosur të shtojë më shumë fonde në dispozicion të emergjencave civile për vitin e ardhshëm. Buxheti i vitit 2026 për këtë strukturë që është në përgjegjësinë e Ministrisë së Mbrojtjes rritet me 43.5% në raport me buxhetin e këtij viti. Janë afro 53 milionë euro që do të kenë në dispozicion emergjencat civile për t'u përgjigjur zjarreve, përmbytjeve apo sfidave të tjera natyrore, nga 36.8 milionë euro që kishte për këtë vit. Pra planifikimi buxhetor është rritur me 16 milionë euro, pasi dhe sfidat klimatike po bëhen dhe më prezente. Edhe bashkit marrin më shumë para sa i takon administrimit të pyjeve, ujitjen e kullimin si dhe për mbrojtjen nga zjarri. Janë 40 milionë euro që i jepen si transfert nga buxheti i shtetit për këto tre funksione, nga 36.7 milionë euro këtë vit. Buxheti i vitit 2026 sipas ekspertëve, edhe pse është më i larti që ka shkuar ndonjëherë për bashkit, përsëri nuk adreson tre probleme kryesore. Sipas ekspertëve, janë tre sektorë që në këto 10 vite kanë ngelur jashtë mase pa vëmendje, kanë ngelur pa investime të dura. Si pasojë një buxheti të limituar në këto tre sektor, kemi zjarre, përmbytje, kemi një ekonomi rurale shumë të dobët. Rreziku që i kanoset ekonomisë nga fatkeqësitë natyrore vitet e fundit po ngrihet si sfidë në shumicën e raporteve të institucioneve të huaja dhe vendese. Në raportin vjetor 2024 të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit thuhet se më shumë zjarre pritet të shtohen, e po ashtu edhe përmbytjet apo erozionet për shkak të ndryshimeve të forta klimaterike.